do të shkri Trump NATO-n. Rubio ndeshkon ambasadorën Pianecën në Athinë. Vishu si pas kodit të ri të departamentit. Provim për të gjithë diplomatët amerikanë. Nuk ka më favorizime për gay, transgender dhe afrikan-amerikan. Trump si Truman me ultimatumin dorëzoni ose ju zhduk. Grupi strukturuar kriminal e ka krejë në surrel, jo në zyrën e kryeministrit. 6 prit. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Ngriuni për vendin tuaj. Presidenti Trump me diskursin e tij politik duket se është shumë i ashpër për NATO. Siç më tha dhe ambasadori Bolton, dëmi ndaj aleancës është i madh, por Trump dhe 3 vjet është në shpinë e bardhë. A mund të synoj Trump të ndërtojë një aleancë të re ushtarake, ku të jetë Australia, Japonia, Izraeli dhe disa vende reale të Evropës Perëndimore, ku e le ajo Kosovën, Ballkanin dhe Shqipërinë, të rrezikuar. Rama provokoi gardën revolucionare të Iranit. Por siç më tha ambasadori Bolton, Trump do ta mbështeste dhe ta mbronte Shqipërinë sepse nuk i haron marrëdhëniet e mira me qeveritë shqiptare në 2 mandatet e tij, sidomos me faktin që opozita iraniane është rrëuar në Tiranë. Ishte skandaloze veshja ambasadores amerikane në Athinë kur erdhi takoi atë që Belinde quan Palloshi. Sekretari Rubio ka qenë i ashpër, shuplak ndaj saj. Nuk do të ketë më diplomat amerikan të vishën si bufon, klon dhe me veshje seksuale si rasti ambasadores e cila cilësohet Margarita Girl. Do të ketë kod të ri zyrtar për veshjen e diplomatëve, të cilët përfaqësojnë Amerikën kudo në botë, thot Rubio. Do të fillojë një provim i ri për diplomatët në Departamentin Amerikan të Shtetit. Nuk favorizohen më gay, transgender dhe afrikan-amerikan, por sipas meritës. Në provimin e ri do të jepet rëndësi besnikërisë ndaj traditave amerikane. Për të djathtën më në fund, në një stre radikale me kulturë korporative ultra të majtë. Trump ka pasur ultimatumin ndaj Iranit. Po të shikosh numrin e madh të anijeve dhe trupave, çdo gjë mund ngjas. Problemi është se një grup generalësh kanë kundërshtuar futjen e trupave se do të ishte një mision vetvrasës. Por atë që ka arritur Trump për 30 ditë, natyrisht Pentagoni me zgjuarsinë brillante të ushtrisë më të fortë në botë, nuk e ka arritur asnjë president. Media këtu ka kaluar në histeri, u rren zotin Trump. U tolerua Obama kur bombardoi 7 muaj Libin. Asgjë nuk tha për Obamën kur u shkap në mikrofon duke folur me presidentin rus që më jepni pak kohë sa të kaloj zgjedhjet dhe unë do të kem lehtësira për ju. Hoqi sistemin kundër ajror të raketave nga vendet kufitare me Rusin. Askush nga media nuk foli. Obama ka vrarë më shumë se Trump me dron. 500
në kufirin pakistano-afganistanes. Edhe ditën e fundit që është larguar nga shtëpia Barë, ka urdhëruar 8.000 bomba të hedhura në Libi. Natyrisht që tek marrëveshja e Iranit, diplomatët e tij mund të thonë që ishim të suksesshëm sepse për 15 vjet Irani nuk prodhoi armën burthamore, duke qenë në vëzhgimin tonë, duke dhënë vetëm 1.7 miliard dollar nga paratë e ngrira të vetë Iranit. Kërkesat me 15 pika Trumpit thuajse janë të njëjta. Ndërkohë në Tiranë, duket qartë që kreu i grupit struktural të strukturuar kriminal është në Surrel dhe jo në zyrën e kryeministit. Ndalesa nga organet amerikane e bashkëshortes tregon që kanë zhbiruar thellë duke nisur nga transfertat e vitit 2012 nga ABI Bank në ishujt e parajsave fiskale. Natyrisht që Rama ka synuar të kontrolloj reformën në drejti dhe klyshtet e tij, legavecët e tij kudo po e tregojnë qartë. Nuk mund të shpëtohet një nga figurat më të ndyra të politikës shqiptare si Veriej. Natyrisht që s'pak duhet godas kokën e mafjas grupit të strukturuar kriminal në Surrel. Dosjet janë masive. Kur ndodhin krizat mëdha botërore, bie vëmendja tek vendet e vogla, pra kur merren me mullahët e Iranit, harrojnë mullahët e Surrelit, do të thoshte dikush. Por në departament, në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në CIA janë zyrat që mbulojnë Ballkanin dhe Shqipërinë. Çdo gjë business as usual, vazhdon. Dosjet janë të jetë thella. Lidhjet me drogën, sinalohen, natyrisht që amerikanët godasin me orën e tyre, jo me tonën. Dhe në qoftë se shikon atë veprim të ushtrisë amerikane, se si shpëtoi një njeri, kupton moralin e këtij vendi të madh, edhe pse në Pentagon ka si sekretar të departamentit i mediokur, që është një barë e madhe mbi supet e Trump, por ai mund ta japi pardon përpara se të ikë si president, sepse ai po kryen krime lufte. Ushtria amerikane nuk ka vrarë të pafajshëm me qëllim kurrë. Dëme kolaterale po. Ideja që do të sulmoj ura punishtet e shkripëzimit të ujit, për shkripëzimit kripës për ujin e pishëm, goditja e infrastrukturës naftës, është diçka që s'ka ndodhur me ushtrinë amerikane. Dhe kjo dënohet si krim lufte. Por Trump është përpara diçkaje. Ka kryer një dëm masiv ndaj mullave, kërkon të hik, po kërkon një fitore. Në qoftë se nuk hapet, ngushtica e Hormuzit nuk është fitore. Ai misioni dërguar për të shpëtuar kolonelin pilotin amerikan nuk ka qenë thjesht për të shpëtuar një njeri, edhe pse është diçka tejet një filmi të Hollywoodit. Por ka qenë një test se si mund të dërgohet një grup ndëshkimor amerikan në tokë për të marrë 460 kg uranium. Mund të ketë qenë dhe paralele, sepse për njeri të dërgosh 2 avion të rënd me qindra trupa tregon se është diçka më e thellë. Ka pasur një përplasje midis Trump dhe sekretarit të tij, që e thash mediokër, me generalët, sepse kërkonin të dërgonin me një autokolon, një grup, të hapnin një rrugë drejt tuneleve ku ndodhet ajo sasi uraniumi dhe për ta marrë. Do të ishte akt vetvrasës. Trump ka supermartësi ajrore dhe kjo vërtetua me shpëtimin e amerikan pilot. Por thuhet që Irani ende ka gjysmën e shtretërve të raketave, gjysmën e raketave dhe gjysmën e dronëve të pashkatruar. Po 30 ditë ka ngaluar. Edhe 30 ditë tjera Irani nuk ka se si të qëndrojë më. Natyrisht që është një qeveri që vjen mbas revolucionit dhe shumë prej tyre janë të gatshëm si martirë të vdesin në mbrojtje të ideve. Por dy shembuj. Larijani,
personi numri 1 real që u vran nga Çifutët, vajza e tij ishte profesore në një universitet në Amerikë. I hoq green card dhe u deportua. E mbani mend general Sulejmanin të vrarë pas Boltonit që bindi Trump? Mbesa dhe stërmbesa e tij jetonin në luks në Los Angeles, villnin rrerë kundra satanait Amerikës, jo vetëm që ju është hequr green card, por dhe janë arrestuar. Ky vend i madh dhe green cardin e kishin marrë në kohën e Bidenit. Ky vend i madh nuk shikon biografi. Janë dhe disa tjerë nga Irani që janë nipër bija të drejtuesve kriminal që janë doktor ose punojnë në universitete. Nuk ka pasur vetink. Dhe po të bësh një krahasim me kriminalët shqiptar të kohës Enver Hoxhës, kanë marrë green card në Amerikë. Shajnë Amerikën dhe pse përfitojnë nga ky vend i madh. Duhet një vetink dhe për ata që kanë kryer krime dhe kanë duart me gjak. I kthejmë edhe një herë vendimit të Rubios, i cili ka vendosur me urdhër që diplomatët të mos vishën si Karagjoz me veshje seksuale, e gjitha kjo nga ajo shfaqje e turpshme e ambasadorës amerikane në Athinë në ish zyrën e Mehmet Çellit. U tha se njerëzit e saj grek do të marrin minerat e kobaltit, duke futur përfshirë dhe oligark Ramës, por duket që nga pas janë serbët, rusët, siç është rasti edhe në Zvërnec, ku fillimisht doli vajza e përkëdhelur me Trump dhe tutje është Grinell dhe Donald Jr. Me një humbje të Senatit dhe të Kongresit, në hetime do të jepet llogari. Ky vend i madh nuk fal. Absolutisht. Ndërkohë që duket se Orban e ka të vështirë të fitojë mandatin e 5, por ka pasur një fushat që do të ketë pasojë edhe në Shqipëri me inteligjencën artificiale, mashtrime, siç ndodh rëndom përmes mediave ruse dhe kineze, me atë që ndodh në luftën Iran. Ata nxorën një video sikur e kishin kapur pilotën, që nuk ishte e vërtetë. Sot në orën 13 do të ketë konferencë në White House, do të vazhdoj me fjalorin e tij, nuk është presidencial, por nesër është afati i ultimatumit. Ka ide se mund të ketë një paqe e një armëpushim 45 ditore. Të dy palët kërkojnë të tërhiqen. Të dy palët duan të thonë jemi fitues. Iranianët e kanë për mbijetesë. Trump do të pranonte që regjimi të vazhdonte me një figurë më të pranueshme dhe nafta të vinte këtu. E mban dot Irani Hormuzin? Do ta shkatrojë sepse janë dërguar avionët B-52, do ta përfshinte në flak gjithë linjën e mesme, në çdo gjë mund një gjas. Trump mund të ketë çdo gjë, por budalla nuk është. Dhe sado power, pushtet që ka presidenti amerikan, është ai deep state, elita, kompleksi industrialist ushtarak që kontrollon. Trump do të tërhiqet, mendoj unë, siç u troq nga Groenlanda, ose kur thoshte do marrin Kanadan, e njëjta gjë edhe me NATO. Ma tha dhe ambasadori Bolton, për dëmi është bërë. Trump nuk ka fal. Drejtuesit e Bashkimit Evropian dhe vendeve të NATO-s të turpshëm, anti-amerikan dhe anti-qytetërimi perëndimor. Ata duhet ta kuptojnë, raketat e Iranit kërcënim janë për Europën. Nuk vinë ende deri këtu. Duhet të kishin mbështetur zotin Trump, Hormuzi do të ishte hapur me kohë. Thank you. Bana King, për të rritur
Kudo në Shqipëri.